Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Flamuj në gjysmështisë. Maqedonia e Veriut në zi për tragjedi në Koçan ku vdiqën 59 të rinj. Shkaku bë shpërtimi zjarri gjatë një koncerti me mbi 500 pjesëmarrës në një klub nate. Ministri i Brendshëm Maqedonas Pançe Toshkovski tha se sipas informacioneve të marra, zjarri shpërtheu si pasojë e mjeteve piroteknike që janë përdorur për efekt ndriçimi në koncertin e grupit ADN. Ministria e Brendshme në koordinim me zyrën e prokurorit publik tha se janë 20 të dyshuar, 15 prej të cilëve janë ndaluar nga policia. Në mesin e personave që kanë ndruar jetë është një zyrtar policor. 72 orë pas tragjedisë në Koçan, asnjë prej të mbijetuarve nuk ka ndruar jetë. Kjo tregon për gjendjen e tyre të qëndrueshme, informoi për mediat ministri i Shëndetësisë Maqedonisë së Veriut, Arben Taravari, tha se në ditën e vijim pritet të ketë kthim të disa pacientëve që po trajtohen jashtë vendit. Mbas mbledhjes së shtabit të krizës në mëngjes, konstatuam se të gjithë pacientët fatmirësisht janë në gjendje relativisht stabile. Uroj dhe shpresoj që dal nga dal nisim disa prej këtyre pacientëve të lëshohen në shtëpi. Sot 3 apo 4 pacientë do të lëshohen në shtëpi prej qendrës klinike. Transferi i fundit do të bëhet sot. Vetëm për në Suedi 5 pacientë dhe mbas asaj nuk kemi më transfere tjera. Zyrtarisht sipas Ministrisë së Shëndetësisë janë duke u trajtuar rreth 178 pacientë për institucione të ndryshme shëndetësore, prej të cilave 64 në spitale shtetërore të Maqedonisë së Veriut dhe 13 në spitalet private. Dal nga dal mund që të mendojmë që t'i kthejmë disa pacientë. Dua t'ju informoj se djes bashkë me Ministrin për Punë Jashtme i vizituam 2 spitalet, 2 qendra, domethënë ishim në Selanik, me 5 pacientë që janë të vendosur, të gjithë në gjendje stabile, dhe mandej ishim në Sofje, në klinikën Pirogov, ku prej 9 pacientëve 2 veç janë ekstubujt, domethënë janë në gjendje më stabile, dhe shpresoj edhe 2, ashtu sipas mjekëve, 2 do të ekstubohen sot. Pasi transportoi gjatë gjithë natës të lënduarit e tragjedisë së Koçanit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndron jetë dhe shoferi i autoambulancës Ilçe Goçevski. Zemra e tij ndaloi pasi kishte shkuar në shtëpi për të pushuar pas një dite të gjatë dhe të vështirë. Autoritetet shprehin ngushëllimet edhe për këtë ndarje tragjike. Nga e hëna priten kthimet e para nga jashtë të pacientëve të lënduar që janë dërguar për trajnim pas zjarrit të rënë në Koçan në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Lajmi është bërë i ditur nga drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor, Sasho Klekovski. Ai tha se kurimi i pacientëve do të vazhdojë në vend, duke qenë se trajtimi i djegëve është një proces që mund të zgjasë disa muaj. Gjithsej 106 persona të lënduar janë dërguar për trajtim jashtë vendit gjatë 5 ditëve të fundit. Prej tyre 30 janë në Serbi, 15 në Bullgari, 4 në Sloveni dhe 5 në Kroaci, 12 në Greqi, 4 në Itali, 6 në Austri, 4 në Belgjik, 4 në Lituani, 12 në Turqi, 2 në Suedi, 6 në Hungari dhe 2 në Poloni. Qeveria e Maqedonisë së Veriut është gati të mbulojë shpenzimet e familjarëve të pacientëve që po shërohen jashtë vendit. Propozimi është bërë i ditur nga Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë, Timço Mucunski. Ке предложам од страна на службата за општи и заеднички работи да бидат покриени трошоците за пат и престој во странство за членови на семејствата на македонските пациенти што се лекуваат по странство. Shtesë në seancë të qeverisë do të propozojë nga ana e shërbimit për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta që të mbulohen shpenzimet për rrugë dhe qëndrim jashtë shtetit për anëtarët e familjeve të pacientëve maqedonas që mjekohen jashtë vendit, tha Timço Mucunski. Aktualitet. Maqedonia e Veriut u përfshi nga protestat në Koçan. Një grup qytetarë shkatruan lokalin klasik pronarit të cilit është zotruesi diskotekës ku nga zjarri humbën jetën 59 persona. Protesta e nisur në park vjoj përpara bashkisë me sloganet "Duam drejtësi", radhë të gjithëve dhe vrasësit, duke filluar nga sheshi i qytetit Slobodat, duke marshuar në rrugë dhe duke u ndalur përpara objektit të komunës së Shtipit, ku kanë thirrur kushdo mund të jetë më pas. Vrasje. Një pjesë e turmës ju drejtua dhe banesës sekretarit të komunës së Koçanit, por që u ndaluan më pas nga thirrjet e një prifti për vetëpërmbajtje. Një ditë më parë për këtë ngjarje dha dorëheqjen kryetari i komunës së Koçanit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Lupço Papazov. Më shumë se 200 nxënës të shkollave të mesme në orë të Maqedonisë së Veriut në sheshin e qytetit vendosën lule dhe ndezën qirinj në nderim të viktimave të tragjedisë në Koçan. Nxënësit thanë se janë të tronditur dhe ndihen të zhgënjur nga institucionet që siç thanë nuk e kanë kryer punën e tyre sa duhet në 30 vitet e fundit. Nxënësit e orët mbajtën 10 minuta heshti në nderim të viktimave, ndërkohë në urën e drurit në Strugë është shfaqur tabela me mesazhin "Ne të gjithë jemi fajtor për përqafimet e munguara". Nga ana tjetër, 2 spitalet e dializës në Strugë dhe Spitali i Përgjithshëm i qytetit organizuan aksion për mbledhjen e pajisjeve mjekësore për të ndihmuar spitalin 8 shtatorit në Shkup, ku janë dështruar disa nga të lënduarit. Pas orët protesta për ngjarjen në Koçan pati dhe në Shkup, mira qytetarë shprehen ngushëllimet për të rinjt që humbën tragjikisht jetën në diskotekën Puls.
Përmes pankartave që mbanin në duar ata dërguan dhe mesazhe kundër korrupsionit. Nuk do të kishte gjak nëse gjithçka do të ishte sipas ligjit, thuhet në disa nga pankartat e protestuesve. Tubimi filloi me 16 minuta heshtje për tragjedinë e 16 marsit dhe vazhdoi pa fjalime, ndërsa të pranishmit lanë lule dhe qirinj të shatërvanin në sheshin e qytetit. Pas 1 minutë heshtje dhe vendosit të luleve në sheshin Liria në Tetovë, në nder të 59 viktimave në Koçan, kryetari i komunës Tetovës, Bilal Kasami, tha se ndajnë dhimbjen me familjarët e viktimave dhe se Tetova dhe tetovarët u qëndrojnë pranë. Ne si Tetovë dhe si Tetovar qëndrojmë afër familjarëve të gjithë atyre të cilët ndiqen në rastin tragjik, por edhe atyre të cilët janë të lënduar. Urojmë shërim të shpejtë dhe shëndet. Gjithashtu për kushtimin tonë si institucione që do të bëjmë të pamundurën që këto raste të mos na përsëriten. Ishte Bilal Kasami. Qindra qytetarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut i dhanë lavdëmërinë e fundit këngëtarëve të grupit muzikor DNK që humbën jetën në tragjedi në Koçan. Qytetarët që morën pjesë në këtë ceremoni ishin pothuajse nga të gjitha qytetet e vendit. Më shumë se 59 persona humbën jetën në zjarrin e rënë një diskotekë në Koçan për shkak të përdorimit të lëndëve piroteknike. Zgjatet në 30 ditë masa e paraburgimit për ish-ministrin e ekonomisë së Republikës Maqedonisë së Veriut, Kreshnik Bekteshi. Gjykata themelore në Koçan shpalli vendimin me të cilin caktohet 30 ditë paraburgim për 13 persona të përfshirë në rastin e zjarrit në diskotekën Puls, mes të cilëve dhe ish-ministrin nga radhët e BDI-s. Mbi ish-ministri rëndojnë dyshimet mbi kushtet e dhënies së licencës së ushtrimit të aktivitetit për këtë diskotekë. Më shumë se 59 të rinj humbën jetën gjatë zjarrit të rënë për shkak të përdorimit të lëndëve piroteknike. Ministri i Punëve të Brendshme i Republikës Maqedonisë së Veriut, Pançe Toshkovski, informoi se mjetet piroteknike prej të cilave dyshohet se nisi zjarri në diskotekën Plus në Koçan, u sollën në objekt nga grupi muzikor DNK. Nga biseda realizuar me pjesëtarin e grupit muzikor DNK është vërtetuar se i solli grupi mjetet piroteknike në diskotekë. Për fat të keq, personi që ishte angazhuar për përdorimin e tyre ka ndruar jetë, tha ministri Toshkovski. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut, Pançe Toshkovski, shkarkon shefat, ndihmësat dhe komandantët në Shtip dhe Koçan për shkak të tragjedisë në diskotekën e Koçanit. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme janë shkarkuar udhëheqësi i sektorit të punëve të brendshme, ndihmës shefi i drejtorisë së punëve të brendshme, shefi i departamentit të policisë, shefi i departamentit të policisë kriminale, udhëheqësi i departamentit të punëve të brendshme në Koçan, komandanti i stacionit policor të jurisdiksionit të përgjithshëm në Koçan dhe udhëheqësi i zyrës së jashtme për çështje kriminale në Koçan. Shkaku bë zjarri në një diskotekë, e cila pasoi me 59 viktima kryesisht të rinj. Jep dorëheqjen kryetari i komunës së Koçanit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Lupço Papazov, pas tragjedisë ku humbën jetën 59 persona. I zgjedhur në siglën e VMRO DPMNE-s, Papazov tha se në këto momente të vështira për vendin dhe për të personalisht ofron dorëheqjen e paravokueshme nga pozita e kryetarit të komunës së Koçanit. Kjo humbje është e madhe, nuk ka fjalë që mund të përshkruajnë dhimbjen që ndjejmë të gjithë, shkruan mes të tjerash Papazov. Qeveria e Maqedonisë së Veriut merr masa për mbylljen e diskotekave jashtë standardeve teknike. Zëdhënësia e qeverisë Maria Miteva tha se 3 prej tyre nuk i plotësojnë kushtet e nevojshme teknike për të pajisur me licencë dhe për të funksionuar. Zëdhënësia e qeverisë tha se aktualisht janë duke u bërë inspektime dhe në 9 diskoteka të tjera që kanë marrë licencë. Vetëm 12 diskoteka në të gjithë vendin ka leje operimi, u konstatua gjatë kontrollit të inspektimit të tregut që bë pas zjarrit në diskotekën Puls të Koçanit, ku humbën jetën 59 persona, kryesisht të moshës 14 dhe 25 vjeç. Politik. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, kërkoi përgjegjësi për këtë tragjedi, derisa theksoi se asgjë nuk është më e rëndësishme se sa jeta e një njeriu. Të lënduarit më rënd janë në Sofje, në Stamboll, në Greqi, në Serbi për të marrë kujdes të lartë shëndetësor. Për këtë ndihmë do të jemi përjetësisht mirënjohës, tha mes të tjerash Siljanovska Davkova, dhe theksoi se askush nuk duhet të ikë përgjegjësisë dhe nuk duhet të shmanget ligjit dhe drejtësisë. Ниту еден одговорен овој пат не смее да ги избегне правото, правдата и казната. Të bashkojmë forcat dhe mos sakrifikohemi kurrë për përfitimin e individëve, asgjë nuk është më e vlefshme se jeta e një njeriu, tha presidentja Davkova. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Miskovski pas vizitës së të lënduarve nga zjarri në Koçan para mediave, tha se si qeveri po bëjnë gjithçka do të vazhdojnë të bëjnë gjithçka për të shpëtuar jetë njerëzish. Mes të tjerash, Miskovski falenderoi mjekët dhe ekipet mjekësore për kontributin e jashtëzakonshëm. Ai u bë thirrje qytetarëve të Koçanit që kanë qenë në afërsi të diskotekës Puls që të bëjnë vizita mjekësore. Ishte në kryetari i lëvizjes Besa Kadriu vijon kritika ndaj kryeministrit Istria Miskovski. Ajo kërkoi nga shefi i qeverisë të marrë fillimisht përgjegjësi dhe pastaj të kërkohet përgjegjësi nga ish pushteti ekzekutiv.
Mickovski është kryeministër dhe në qoftë se ai e ka pas shumicën dhe krekoset me atë shumicë dhe ka luajt në kartën e nacionalizmit, nuk duhet ta drejtoj gishtin nga shqiptarët, se nuk janë vetëm shqiptarët ato që digjen institucione dhe nuk mbar askush përgjegjësi. Është një vit kryeministër i këtij vendi dhe mbi të gjitha në radhë të parë akt moral është ai të përgjigjet, pastaj të kërkoj llogari edhe nga pjesa e të kalumes. Tha mes të tjerash Besa Kadriu, ish nënkryetari i Lëvizjes Besa. Pas thirrjeve të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut për nxjerrjen para ligjit të përgjegjësve për ngjarjen tragjike në Koçan, reagoi dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Përmes rrjeteve sociale, sekretari i përgjithshëm i BDI-s, Faton Ahmati, tha se përgjegjësi do të ketë për rastin tragjik në Koçan, por se e vërteta dhe drejtësia duhet të dalin në pa pavarësisht përpjekjeve për manipulim. I jepini kryetarit çelësat e qytetit dhe kompetencat, por jo dhe përgjegjësitë. Kështu e kupton dikush sot decentralizimin ku gjithmonë ka një tjetër që mbetet fajtor, shkruan Faton Ahmati, sekretari i përgjithshëm i BDI-s. Jam thyer dhe më shtyr shpirti me këto fjalë nisi kryeministri Istria Mickovski fjalimin e tij pas tragjedisë në Koçan. Do të ketë hapa dhe mendime me të cilat publiku nuk është mësuar, por ndryshimet nisin nga ne, tha kryeministri Istria Mickovski në fjalimin e tij përpara opinionit publik. Jam i vendosur do të veproj me vendosmëri. Nuk dua që kjo ngjarje të politizohet se dikush po përpiqet të bind një palë tjetër për përgjegjësi. Kjo nuk është një betejë ndërpartiake, po është një betejë e të ndershëmve kundër të pandershëmve, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Istria Mickovski. Bashkimi Demokratik për Integrim shmang dhe njerë përgjegjësinë mbi tragjedinë në Koçan të ish ministrit të ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Ademi sqaroi se ky objekt nuk i ka plotësuar kushtet, nuk kishte asnjë licencë në regjistrin e ministrisë dhe as administrata nuk e ka përgatitur një licencë të tillë në vitin 2024. Ai gjithashtu tha se ditëve në vijim do të ofrojë prova se kush dhe në çfarë mënyre ka lejuar që të ndodhë tragjedia në Koçan. Arbëra Demi nga Bashkimi Demokratik për Integrim oi përgjegjësinë e ish ministrit të ekonomisë Kreshnik Bekteshi për tragjedinë në Koçan. Përfaqësuesi i opozitës shqiptare deklaroi se ish ministri i ekonomisë nga radhët e BDI-s është paraqitur vetë përpara organeve të hetimit dhe u morën pyetje për tragjedinë në Koçan. Përfaqësuesi i opozitës shqiptare deklaroi se ish ministri i ekonomisë është paraqitur vetë përpara organeve të hetimit dhe u morën pyetje për tragjedinë në Koçan. Dhe në vend se ministri i punëve të brendshme, i cili është ministër në 14 muajt e fundit, të merr përgjegjësinë sepse ka lejuar në 12 muajt e fundit, për më tepër se 12 muajt e fundit, të punoj diskoteka pa licencë, që çdo ditë të organizohen ahengje në kundërshtim me gjitha dispozitat ligjore e standardet. Ai paturpsisht po mundohet që gjithë debatin ta shndërrojë në dimension etnik dhe politik. Përgjegjësia e plot morale, materiale dhe penale të kësaj tragjedie nuk duhet të kërkohet askund tjetër përpos se në vetë qeveri, në vetë Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në komunën e Koçanës. Ai shpreh ngushëllimet për familjet e viktimave dhe ka shprehur dëshirën që të lënduarit të shërohen sa më shpejt. Ai akuzoi pushtetin se po përpiqet të shmangë tragjedinë duke akuzuar BDI-n për gjithçka të keqe që ka ndodhur në të kaluarën. Të gjitha ata të cilët kanë përgjegjësi lidhur me këtë institucion, ndërsa përgjegjësia është e vetë e institucioneve lidhur me këtë rast tragjik, duhet të ndjejnë nevojën për të marrë përgjegjësi. Fillimisht paktën përgjegjësi morale. Tha Arbëra Demi nga BDI. Ndaj akuzave të BDI-s për tragjedinë në Koçan reagoi dhe VMRO DPMNE. Lufta kundër krimit nuk ka ngjyrë race apo përkatësi, edhe pse fatkeqësisht për LSDM dhe BDI-n thon nga koalicioni i qeverisës, ndryshe nga ata kjo për ne dhe për të gjithë qytetarët është një luftë e popullit kundër të korruptuarve që kanë krijuar një përbindësh të një sistemi që varet për shkak të korrupsionit. Nuk ka asnjë dënim dhe distancim nga partia që është kthyer në djepin e krimit, por kjo nuk do t'i shpëtojë ata nga përgjegjësia, thon nga VMRO DPMNE. Alianca për shqiptarët, pjesë e Frontit Evropian, kërkojnë dorëheqjen e ministrit të Brendshëm Panço Toshkovski, IT të ekonomisë dhe të punës Besar Dyrmishi, kryetarit të komunës Koçanit Lupço Papazov dhe drejtorit të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim Xhevat Selami. Alianca për shqiptarët thonë se personat janë përgjegjësit e drejt për tragjedinë në Koçan, ku si pasojë e zjarrit në diskotekën Plus humbën jetën së paku 59 persona. Përgjegjësit e drejt përfshirë pronarët dhe falsifikatorët duhet të mbajnë përgjegjësi penale, por nuk mund të harrojmë as ata që heshtën dhe nuk vepruan në kohë, dhe ata janë fajtorë dhe nuk mund të shpëtojnë nga llogaridhënia. Ky është kulmi i dështimit, dorëheqje tani, thon nga Alianca për shqiptarët e drejtuar nga Ziadin Sela.
Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Izet Mexhiti garantoi drejtësi për gjitha rastet e tjera tragjike që kanë ndodhur në vend, duke shprehur ngushëllime për familjet e viktimave nga Koçani. Zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti garantoi se drejtësi për këtë rast do të ketë dhe për të gjitha rastet e tjera, përfshirë Besatrans, spitalin modular në Tetov dhe të gjitha tragjeditë e tjera. Lufta jon për një Maqedoni më të mirë do të ketë kuptim vetëm atëherë kur ata ndaj të cilëve sistemi ka qenë i padrejtë do të ndjejnë se drejtësia nuk është nocion i kapur nga mafia që kontrollon shtetin, siç për fat të keq ka qenë rasti për vite me radhë në të shkuarën dhe se thirrjet e tyre për drejtësi do të hasin në përgjigje dhe reagim, deklaroi zëvendës kryeministri i parë i Republikës Maqedonisë së Veriut Izet Mexhiti. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dhe kryeministri Edi Rama shprehën ngushëllimet në lidhje me tragjedinë e ndodhur në Koçan dhe ofruan gatishmërinë për çfarëdo ndihmë që mund të jetë e nevojshme. Begaj shpreh se lutjet e tij dhe të popullit shqiptar shkojnë për të lënduarit që të gjejnë shërim të shpejtë e të mos rëndojnë më shumë dhimbje në qytetin e Koçanit. Kryeministri Edi Rama shkruan se me një ndjenjë hidërimi të veçantë u përcjell vëllezërve dhe motrave të Maqedonisë së Veriut ngushëllimet e tij për tragjedinë e madhe të Koçanit. Jam pa fjalë dhe lutem që të lënduarit të shërohen dhe që familjarët e viktimave të gjejnë forcën të përballojnë humbjen e tyre të pangushollueshme. I përcjell po ashtu kryeministrit Mickovski dhe autoriteteve të vendit fqinj ngushëllimet në emër të Shqipërisë dhe shqiptarëve, duke shprehur gatishmërinë për çfarëdo qoftë ndihma jon mund të jetë e nevojshme, shkruan kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Një tragjedi për te i fjalëve komentoi presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tragjedinë në Koçan. Lajme shkatruese nga Koçani, Maqedonia e Veriut. Humbja e kaq shumë mjetëve të ri është një tragjedi për te i fjalëve, shpreh Osmani. Presidenti është shpreh ngushëllime familjarëve të viktimave. Ju jeni në mendime dhe lutjet tona, shkruan presidenti Vjosa Osmani. Shtyhet takimi i liderëve të Ballkanit Perëndimor në Shkup për shkak të tragjedisë në Koçan të Republikës Maqedonisë së Veriut. Takimi planifikuar për në 19 dhe 20 mars është shtyr për një datë të pacaktuar për shkak të incidentit tragjik të zjarrit në klubin e NATO-s që mori jetën 59 personave në Koçan. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut kërkuan shtyrjen e takimit të liderëve të Ballkanit Perëndimor që do të mbajë në Shkup në këtë javë, thuhet në njoftimin zyrtar. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.